me antarësimin në Bashkimin Evropian, ne do të kemi një Shqipëri të re. Dhe ne shqiptarët do të kemi një shtëpi të re, shtëpinë e Evropës së Bashkuar. Dhe për ju që jeni në Greqi, do të vi, si për gjithë ne, po për ju, do të vi një pasaport e re. Pasaporta e qytetarit evropian me liri, të drejta të barabarta, një pasaport kuqezi që do të jetë e barazlefshme për pasaportën bardhë dhe blu në shtetin fqinj me mik. Dhe vota për ata që janë regjistruar është një mund jashtëzakonisht i vogël, por ama është edhe një kontribut jashtëzakonisht i madh. Kështu që ju lutem, pavarësisht vështirësive që u krijuan me kompani e madhe globale DOL-ja, në ditë e para pati vështirësi, pati ngecje, tani janë shpërndar mbi 19% e zarfave. Në ishuj mbaron sot mundësia për të dërguar votën. Në Gadishull ka akoma disa ditë, por mos e lini për ditën e fundit. Hapeni zarfin, vini shënimin tek numri 5 dhe dërgoni mbrapa. Dërgoni mbrapa për 11 majin e Shqipërisë Evropiane.